Rreth një muaj më parë, më 28 mars, u zbulua një nga skandalet më të rënda ushqimore në vend. Rreth 15.000 kg mish pule i kontaminuar me salmonel janë konsumuar nga qytetarët shqiptar, duke ngritur alarmin për sigurinë ushqimore. Pavarësisht kontrolleve të shumta në tregje dhe supermarkete, autoritetet deklaruan se nuk gjetën më asnjë gram nga ky produkt, por mbetet pa përgjigje pyetja më e rëndësishme: kush e sodhi dhe shpërndau këtë mish të infektuar? Pas hetimeve të para, 2 kompani rezultojnë në qendër të skandalit, Dimal dhe AMG Food, të dyja në pronësi të biznesmenit Mondi Goxha. Më 11 mars, kompania AMG Food importoi nga Brazili rreth 8 ton mish pule, i cili rezultoi i kontaminuar me salmonel. Më pas, mishin e shpërndau në treg kompania tjetër, Dimal. Ende nuk dihen me saktësi subjektet ku është shpërndar mishi, por në faqen zyrtare të Dimal, partner të saj rezultojnë disa nga rrjetet më të mëdha të supermarketeve në vend, si Big Market, Xhangolli, Euromarket dhe Joena. Por skandali ka marrë dhe për masa politike. Në një deklaratë të fortë, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, pretendoi se mishin e kontaminuar e ka konsumuar edhe vetë kryeministri Edi Rama. Ju e morët vesh. Para një muaj u shitën tonelata fileto pule me salmonel. Po, dhe ishte absolutisht eksponent socialist a i gjisoli. Por që duket se i kishtu edhe Edi Ramës shpita tila dhe e kapi salmonella, u thoshte, mjekve u thoshte e kam nga breshka. Po egzakt, se man breshka në shpia, i man breshka për arsye tjera, për arsye shtetësore, jo për arsye tjera i man për arsye shtetësore. Sipas Berishës, Goxha është një biznesmen i lidhur ngushtë me qeverinë dhe Partinë Socialiste dhe se rasti në fjalë është një provë flagrante e dështimit të institucioneve që duhet të garantojnë sigurinë ushqimore për qytetarët. Ndërkohë nga ana tjetër hetimet për skandalin vijojnë, por ende asnjë masë konkrete nuk është marrë ndaj kompanive përgjegjëse, ndërsa qytetarët mbeten të pasigurt për sigurinë e produkteve që konsumojnë çdo ditë.